burgu është i gjithonshëm. Burgu nuk janë vetëm disa mure dhe disa hekura që izolojnë disa njerëz. Muret edhe hekurat mundën me kenë veset tona. Muret edhe hekurat mundën me kenë jeta jone fshehtë, tinxare, mkatare. Muret mundën me kenë edhe dobësitë tona karakteriale. Mundën me kenë gënjeshtrat tona. Mungesa e dashurisë sinqertë për Zotin, thatësina shpirtërore. Muret mund t'jenë gjithçka, mund t'jetë vesi, alkooli, duhani, muret mundën me kenë droga, muret mundën me kenë festat, muret mundën me kenë veshja, shoqënia jote, janë gjithonshme muret. Fjala e Zotit është e gjallë e vepruese, edhe është për ne, sepse shumë ndoshta mes nesh janë të jetu në burg, edhe kujtojnë që janë të lirë, edhe shohin burgosën vetëm ata që janë të burgu i Reçit. Ja, edhe atje ka të lirë, atje ka vlezën që kanë besu, janë pagzu, janë mrand mure, po bojnë studimet e Biblës atje. Janë mrand mure, por luten për njerëzit atje. Janë mrand mure, por kanë hek dorë nga jeta vjetër, se janë të lirë, janë të lirë. Ai që është i lirë nuk ka rëndësi se ku është, ka rëndësi për te që është. E nëse Krishti na ka bëhet lirë, na jena vërtet lirë,